Arber Ahmetaj padit shtetin në Strasburg, turpi I dyfisht I qeverisë të hre drejtësisë shqiptare. Në një vend normal, një ish ministër financash dhe ish kryeministër I akuzuar për korrupsion, për pasuri të pajustifikueshme dhe lidhje me aferat më të mëdha të vjedhjes së taksapaguesve, do të shkonte para drejtësisë së vendit të tij. Në Shqipëri? Jo. Arben Ahmetaj shkon e padit shtetin shqiptar në Strasbourg. Dhe më ironike, qeveria hesht, drejtësia hesht, ndërsa opinioni publik e sheh këtë cirk të turpshëm dhe nuk kupton më kush po tallet me kë. Sipas dokumenteve zyrtare, Ahmetaj bashkë me partneren e tij ka paditur qeverinë shqiptare në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit, duke pretenduar se I janë shkelur të drejtat e privatësisë dhe imunitetit parlamentar, gjatë kontrollit të banesës së tij më 9 mars 2023. Ai pretendon se kontrolli ishte I palishëm sepse në atë periudhë ishte deputet dhe sipas kushtetutës, banesa e një deputeti nuk mund të kontrollohet pa miratimin e parlamentit. Nga ana tjetër, ata pretendojnë se nuk kishin asnjë mjet ligjor për t'i kundërshtuar vendimet e sekuestrimit dhe kontrollit, duke u mbështetur në nenin 8 dhe 13 të Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Pra, çfarë kemi këtu? Një politikan në nënhetim për korrupsion që largohet jashtë vendit, fshihet nga drejtësia, kërkon azil politik dhe më pas padit Shqipërinë në Strasbourg duke thënë se është shkelur privatësia e tij. Ky është kulmi I ironisë. Ai që akuzohet për dëmin më të madh ndaj interesit publik, kërkon mbrojtje ndërkombëtare kundër shtetit të vet. Por ky është vetëm gjysma e turpit. Gjysma tjetër I takon qeverisë Rama. Si ka mundësi që një drejtësi që Rama na e shet si reformë historike, një spak që trumbetohet si pavarësi e shtetit të së drejtës, lejon që një nga figurat më të akuzuara të qeverisjes së tij të dalë jashtë vendit, të mos paraqitet para drejtësisë dhe madje të shkojë e padis vetë shtetin në Europë? Ku ishte prokuroria e përgjithshme kur Ahmetaj po dilte nga territori? Ku ishin institucionet që duhej të garantonin paraqitjen e tij? Ku është përgjegjësia politike e mazhorancës që e mbronte Ahmetajn deri ditën kur u arratis? Dhe më e keqja, si ka mundësi që një njeri që kërkon t'i shpëtojë drejtësisë shqiptare tani pretendon se drejtësia shqiptare I paska shkelur të drejtat? Kjo nuk është komedi. Kjo është tallje me shtetin. Strasburgu tani I ka dërguar qeverisë shqiptare një kërkesë zyrtare për sqarime. A u krye kontrolli sipas kushtetutës dhe rregullave të imunitetit parlamentar? A ofron sistemi shqiptar mjete ligjore efektive për të kundërshtuar një vendim të tillë? Në çdo shtet normal, qeveria do të jepte prova, do të mbronte ligjshmërinë e procedurave dhe drejtësia do të kishte vepruar kohë më parë. Por në Shqipëri është shumë e thjeshtë. Kur ke qenë pjesë e sistemit, ligji bëhet I bull. Kur je qytetar I thjesht, ligji bëhet I pamëshirshëm. Ndaj sot kemi një paradoks të neveritshëm. Ish kryeministri I një qeverie të akuzuar për vjedhje, korrupsion dhe aferat e inceneratorëve, padit shtetin e vet, sepse nuk po gjykohet siç ai do. Ndërsa qeveria që premtoi drejtësi dhe transparencë, e la të largohej, e la të tallet dhe sot hesht. Ky është shteti që Rama e quan shtet ligjor. Ky është drejtësia që reklamohet si më e forta në rajon. Ky është realiteti, të fuqishmit e sistemit nuk gjykohen, ikin, fshihen, e pastaj kërkojnë dëm shpërblim. Nuk mjafton të arrestohen disa drejtorë. Nuk mjafton të bëhen show televizioni. Drejtësia që nuk prek majën, nuk është drejtësi. Dhe një qeveri që lejon Ishnër, 2 e vet të bëhet viktimë në Strasburg, është qeveri qesharake. Historia do ta mbajë mend këtë sinjoll. Jo vetëm për aferat, por për talljen me shtetin.